Përshëndetje për gjithë ju miq të dashur të radio televizionit Fontana. Rëndom sikur hera të tjera na kem dalë këtu me shpalos problemet e qytetarëve. E një problem tejet i rëndësishëm është këtu në fshatin Lutugllav, më saktësisht në lagjen Shpati. Kem ardhur te familja e Ale Kramovikut, i cili tash e sa vjet për shkak të gjendjes të papërballueshme me mbeturina këtu në fshatin Sferk, që dihet që kam probleme me deponinë e mbeturinave, është detyruar që me mbyll edhe fermen që e ka pas me bakti, edhe për shkak të jetesës të papërballueshme, po detyrohet që me u mbyll në shtëpi për shkak të erënave të keqe që po janë në këtë zonë këtu, siç e dini. Është fshati Lutugllav edhe shumë fshatna tjera. Na dojmë hitë e Baci Ale me morë në pyetje edhe me pas se çysh është gjendja e tyre në këto momente. Po Baci Ale, Urdhani. a je kësajde? Po, urdhani. A don musafir? Byrni. Baci Ale, çka je të bëu këtu? Valla po pastroj që si kakaloka, që si farë mizave që shtu. Baci Ale, na përshuim e pas ke bëu këtu një pishin gojat mirë. E mirë është. Edhe Për dimën e për vere kom bo valla. Edhe me ujtë nxehtë me krejt. edhe apo na tregon çka është problemi ju këtu në këtë fshat, në këtë lagje. Valla, mas... Shu na ku erdhëm, me nxe dolëm jashtë për erë shumë të keqe. Mas Që po vjen fori... nga deponia, ti tha unë jam mësu me këtë erë, s'po ni kur gjo heq. Valla, mu që tash po mdoket mirë. Po. Po për ju është vështirë, se kjo një çdo herë atin, po unë jam mësu me Je këtë erë. mësu me ta. Po. Bërlogu na myti, që tu e kam të kapun për tukë, bërlogun. Deponin. E kam të kapun për tukë. Okej. Ta shkoj me e këqyri më dhe nelt. Apo shkakton gjodom aty, deponia? Më shkakton dëm në Lival, i kam 3 hektar tukë aty, Lival. Okej, çka shkakton dëm bac? Shkakton ujtë e zi si futa, në beturina, që apo di unë çfarë ujtë vjen ata gaza, s'di që është. Po, i kalon në për tukë tonë? Kalon në për tukë teme. Krejt kohën, se verë si dimën. Mirë, ti na tregove ma heret ku erdhëm këtu, që për shkak deponis, ti që ki pas fermën e vogël e detyruar me mbyll, për shkak se ki pas çdo vjet ka 2-3 humbje të baktive, që kanë ngordh, ka 2 ose 3 copa lopë. Qashtu është. A është morë kush përsipër me ty me këtë rast? Kërkush veçone që e morë të e ngre zhag për i shtolle, të e qitë, e me gjytë traktare me gjytë në bërlok. Kush gjo atër qene, nëjse hajshin qete. Ushqim për qetë? Ushqim për qenë, po. E atër qeni e kap ke komën, sajna ma beke gati, apet që tu ma gjyken... A ki lajmëru për shamull rastet? Po kem lajmëru, sigurisht që kem lajmëru, po ba deo as merët kush më neve. Do më thonë, vetëmja që ka qëndru pas mbylljes së fermës tone, të aktive ka qenë deponia e mbeturinave. A është arsyeja vetme që ka ndodhur që kjo? Vetëm për shkak deponisë në mbeturinave, s'muj me bon as shtallë, as kur farë biznesi me qelë këtu. Na e pomë se ki investu aty gëzhe shumë? 50.000 euro më ka kushtu vetëm shtalla. Vetëm shtalla. Vetëm shtalla. E le më ujë, rryma e... Shkojmë të shtalla na? Shkojmë të shtalla. Po shkojmë të shtalla, po, edhe ju të regojmë tonë dëgjuzve aty, e shuhin shtallën veç që qysh ki investu, sa ki investu, edhe a ka naj bakti aty tash, që sa e ki mbyllë? Ja, s'ka bakti. Në 2000... që 4 vjetë i kem hek. Do më thonë 2022-ën?
2022 i kom hek prej këtuhit. Prej shtolle. Prej Do më thonë, ti për momentin nuk i firmë të love kështu. Kur zë het sen, që veç shtolla thotën është. Shtolla thotë. Bacali, të njëjtin problem si ti, a e kanë edhe banor tjerë? Po të njëjtin problem, sikur unë e kanë edhe banor tjerë, por dikush i ka pas 7-8 copa, dikush asinë, unë i kom pas që të vogla të mdoja, 40 copa. 40 copa. 40 copa. Tash veç dallandyshet kanë bë fole. Ti na tha që hajde ma qiknej, bac. Unë. Ti na tha që i e jashtë, që so viti i jashtë. Që 50 vjetë. Që 50 vjetë. Prej 77-ës. Që tash i bëj 50 vjetë. Këtu për shembull, firmën i ki hop për vllok. Me vllazën bashkë. Po. Me bo një ekzistencë më të mirë vllaznia. Tjetës, po. Tash çka punojmë vllaznia? Vllaznia një ka shku, ka dalë, që 3 vjetë 4 o dalë në Gjermani. Masi që e kam mbyll firmën. Po, ka dalë në Gjermani. Edhe tjetërin e kam të smum prej kancerit, mushknive. Tjetëri vlla. Është në që shtojnë dializa, Po më vjen keq bas. Faleminderit. Na beshojmë dëgjues ndërum të radio televizionit Fontona, këtu firma. Shtolla është. Që pas ka bu me tana mjetet moderne pas ke pas. Me krejt që motori është i pumpë që qumshtit, që kompresori që e ngre. Ojrën, krejt o konë, tash veç kanë met glacat dallandysheve, që ku kanë marru e fole dallandyshet, param po bojnë se fakt. Dikush bën strehim. Strehim, po. Se kjo krejt o konë e mushne, e kom edhe videon. Me bakti këtu. E pe shefni që Mi, a ki provu ti për shembull me kontaktu me komunëna, me Ministrinë e Mjedisit, me ambientin, mja u tregu hallin tanë që për shkak deponisë unë jem detyru me mbyll firmën tam, edhe çdo vjet kum pas humbje ka 2-3 copa. Vallahi, unë kom bisedu. A mja bona janë kjesa. Kem bisedu për këtë bërlog, se këtë bërlog... Apo i kishu shpresat të ditë që s'merët kush me atë farpunë? Jo, shpresat të peshof që nuk po merët kërkush mas neve, apo kuptan. Por, që shme të thonë, këtu nuk po di, burë, nuk po di. S'po di njëre as ku mua në ku. Që as u kal, a? Që kanë thonë ty njëherë anë kohë të EFA. Kohë të EFA, ndash ka dush. Kryetari komunës, për shembull, u kall, unë s'ja pova syt. Kem demonstrata në kodër, valla unë s'ja pova syt. Vetëm policin që i kom thirrë, i kom njoftu policin, hajde këshirni ku jem ka jetoj, në qëfar tymit jam, me 20 akusura antar të familjes, krejt kanë ardhur atje, edhe mendoj, thmija mu këthy këtu. Jo me najt atje çdo herë në Gyrbet. Me kry zanatin edhe marrë këtu, me investu për këtu. Me këtu në Kosovë. Mi, a shen ti perspektiv në Kosovë, në qydo kushte? Ja. A mund është ti mi thonë fëmijës tanë këtheu nesë në Kosovë? Ja, njerë jo. A bazën ja u kom bon. Si i kom 10 hektar tokë. 3 shki i kom qu, veç edhe kotece me pula, koqakat e pula, ja kom marrë, derat që ja u kom marrë. I kom kanë ucu për Serbi, edhe sot me mu taku me ta flasin me mu. Nuk kanë një kasine, për ja ku më thonë, mjonit njerë, ja kom thonë 40.000 markat, 79-ën. Që e ki ble tokën? Që e kom ble tokën. Tash, që shtu. Këtu, do me thonë, është shtolla e love. Që tu i kisha 40 copat më dhatë vogle. 20 copa i kom pas bo lopë qëmë shturë. Për shkak të mbjot në lati e detyru me shit lopë tjera? Me asine s'ka. Edhe me mbyll firmë? Edhe me mbyll firmë. Ki pos këtu edhe naj punëtor? Kom pos, jenë konë 2 vllazë, qëta 2 vllazë tukë. Masë që asine, që u këthyn prej Gjermanie, pis jashtit, i bona krejt masinat, krejt i kom pos, edhe i kom traktore, freza, krejt i kom, që ka të veni ushqimit, ku e mbajsha ushqimin. Po. Ata që që tojnë dëngjit e sonës. Dytin katë, dëngjit e sonës, po.
Po. Dënë gjithë e sanës. Se me lënë qelë, për të qelë që kanë bërë dhe sorrat, këtu tash, Po. të glacu pullat këtu, prej këtu javë gjujsha yshimin plup poshtë, Po në mes. këtu ka pas ushqim të farë tërfoja, tërshan, barit, Çka është nevojit për kofsh? S'ka nevojitet për kash. Aty kom pas mullinin që blujke Millën. millin për ato. Tash kjo që, peshif një qësh është? Krejt kjo investim, Krejt, i shkum kot. i shkum kot. Mirë, nëse zgjedhet problemi me këtu, a menon mjanisa pet? Nëse zgjedhet problemi me këtu kom me ndof me bon. Ja, me bakti nuk merna. Se s'ka edhe vllon pa qef, edhe djem nuk janë marrë me ta, se i kam 2 djemë 2 vajza. Janë ftuf. Jo, po nuk ka asine s'merë, kanë tjera asine. Po, Këtu profesor. mendoj me bo një bazen, ku mendoj një hajmë me bo të plezhve, mendoj prap me që asine. Po. Me bo një hajmë plezhve. shpit plezhve, Okej. me bazen të mirë, bazen e kom edhe për dimin edhe për vera atje, e po, pat. Ajo është me ujtë nxehtë edhe me ujtë ftoftë. E nxehtë sa dush, e ftoftë sa dush. Bac, na tash po duhem shku te toka, ku them ma herët që kena pas shumë probleme me ta. Po. Për shkak të mbetorinave aty, kafshët i kanë prej kom pe lastrave që i kanë gjujt pe Nda që gjama. asinin do që hëshin najlona, stash shkojnë Edhe një të problem tjetër është që na shtëpia. them ma herët është qante nda cak. që të ndaca ka i s'po mu me dalë, ti e po, që aty. A i qëtash është asinin... Krejt pi deponie që vine Po, fërkuntojnë hinë që tu në përmal, se këtu e kanë strofologun, se Flat. vlad, mirë, uj po kanë me pi, që aty do grilem rjedh uj. Po. Rjedh uj, e Mirë, është... na përmbyllim këtu, po shkojmë tash te toka atje, Vetëm edhe një vend kam qef mi u qu, Okej. me po vesh natyren, qëfar natyre të bukur kam, të shpia më ardhë, hesni mësu dath një heq, veç vazhdojmë qështu. E shojmë edhe pejen edhe istogun, edhe deçanin. Mirë dita. E pova që bashkë një pomje kush gjatë mije këtu, për shtapi the kanë shpati. Shpati, po, lutoglavës. shpati i lutoglavës të jeret kjo. Shpati i lutoglavës. Këtu drejtarit i leni mbyllë të nditën. Krejt ditë, po. Qyre i stogu, Po. qyre i stogu, qyre Dubrava, qyre Banja e Pes, Vrella atje, Po. Radavci Jablanic atje, Vitomëric, Peja, Gryka Rrugovës. Krejt shifet. Mos me shfrytzu këtë ven. Mos me shfrytzu, Milion drejtaret e mbyllë, ne? kjo është bjeshka e jame, vendi ku kom lind. Po. Aten, mi dhonë shkelen vendi, se une kom pas mundësi me bli, edhe në Vetëmëric, në Peje, edhe kom mundësi edhe Po qëtash. normal. Po Aten, do në mërnu në vend tonin ku ki unë lind. du me jetu qëtu. Edhe fëmit kom qenë më ardhë qëtu mu këtu. 3 motra medicinali kom të gachme, që thash për Po. dëmë plezhve. Mirë, zgjidhje për shembull për ju banorët, për çdo. A u ka ofru kush zgjidhje? Asnjëherë. Asnjëherë. Prej që ka fillue, në këto mbetërina, veç edhe nuk është vetëm të mbetërina, tash mirë pe e qojnë se njëre e heke këfori, italiani e heke, e pruni atëre e mbare ato se. Mbetërinat jenë konë prej Labjanit aty, Po. edhe dektera në deponi. Po. Krejt, rrugës. Çdo rrugë kanë Hiç qenë po e mormen. nuk pritoj, ke heq zotnia veç, Po. këllup me shkarkoj, ku të gjoj ke i vend shprast. Po. Edhe heq, së me arë kërkush vesh.
me ato gjona. Mirë, atë mbyllim intervistën e shkojmë atje të Tuka, mas ne edhe i tregojmë njerëzve problemin me Tukën që ka boci për shkak që si tha Baci Adem, kur përbjen shi, treshërat atmosferike, edhe një farë longu që në shën deponia atje, i bjen krejt në për Tukë sikur me vadit. Për mbyllim këtë intervistën, shkojmë të Tuka atje, edhe mas ne jo tregojmë edhe problemin që ka me Tukë. Bac, që kjo rrugë qështu qënë Në shpiteme. të shtëpia jote. Po. Që do më thonë pej deponis, deri të shtëpia jote, vija ajrore janë 30 metra, 40 metra. Si janë vëlla ma shumë hec. Si janë? Që të rrugë kush e ka kriju? Po A janë njerëzit? Njerëzit, po jo, po në anëm që saj dhe anëm këta që mbledhin të ne që vinin në bërlog, në betorina asine. Edhe qatë anën që sajde? Edhe qatë, po, qatë i kemë në stop shtu. Që kjo është mollyt? Që kjo është molly jam, po. Që shtu i papastru me berlogë? Me berlogë me krejt që shtu, po. Do më thonë, mollin tënë e pas kam prunë që gjandi. Që gjandi, që sajtë po shë plet qabac në përmajnë. Po, jo, më zgodzon as me i, besa se më bomë na mësy, duhet me pas farë, për mi prit farë lovoqka, dishka se në ryshe. Po. Edhe që shtu Na tregove edhe një problem tjetër të ardhë që të që. Po. Tha që masi e kanë mbulu këto, po, jo, po s'ka, ai tash... me dhe kanë hudhë prapë në betorina mi dhe. Prapë kanë hudhë që... Tash për gjithë juve që si keni po, tash keni mundësi me po me dron, e quajmë dronin, edhe është kjo pjesa këtu, prapa meje, e kanë mbulu me dhe unë e kanë morë që të që, e kanë mbulu me dhe edhe, më falni se më duhet me vendosë syzat, po më bengon shumë dili, e kanë morë dhe unë këtu edhe e kanë mbulu, këtu është deponia, që i kanë thonë deponia Sferkës, por pasi që e kanë mbulu me dhe... Kjo deponia Lutuglavës, nuk është Sferkës. Më kanë thonë e Sferkës. Ja. Kjo lugu e ndonë Lutuglavën edhe Sferkën. Do më thonë që kjo është Lutuglavë. E më kanë thonë. Lutuglavë. Masi e kanë mbulu, por s'dija po shijet atje, po edhe nëse shijet me kamerë, keni mundësi me po me dran, kanë vendos prapë me hudhë këtu në betorina. Po. Masi që e kanë byllë, po. E kanë paralajmëru kërë me ambienti që u bo zgjidhja e deponisë Lutuglavës që pëthet Baci, prapë pas kanë nisë edhe pas kanë vendos në betorina në atë pjesë. Bac, atë shkojmë tash të Livalli. Të Livalli, po. Visi njëherë po dojmë me qu dronin. Qërë e përshini kompania e ambientit me kamion të hudhë bërlëk. Peshe që të kru që atje. Po? Të 72-ën, që tu ishtë isha 12 kosaq,
si me kosa dorës, Po. në qëtë livadh, edhe unë ju bojsha ujë. Atëherë shkon deponia. Atëre shkon deponia, ja. Tash a guxon me pishta ujë? Ja, nuk guxoj, nuk e kom pa ky ndoshta pijet, po pa ja bo analizën se kush e di ku vjen pe se ky vjen pe tjetër çpat, Po. shpatit sferkës. E qita Se që tu dohet lugu që të thash sferka me lutugllo, për që të lug. Po. Dohet. E qita Që ta ujtë e zi, zi. ta ujtë e zi është bërlogut a nafta, s'di që? A far. Duhet marrë far inxhinierit që merret me këtë punë far. Garant këta derdhët ndri këtu? Në cilindrin. A ka far drini këtu? Ja, po ndrin. A shkon qështu me shkon stoka? në Bodisalc. Edhe në stup, në një dish, amin stup, se nashta ka mujt me shku edhe ka kisha e Bodisalcis. Dija e din kishën e shkive të Bodisalcis. E di. Po anina të në e kanë tërpu. Krejt qështu në përmes tokave njerëzve. Krejt në përmes tokave dhe E qita kullumash që e ki mjell ti. Qita kalama që kom jellë veç mës me lon tokën batal. Po dhe. Se këta shkudzën as love mjeqit. Valo është di gjon, tash duhet me po analizën. Po se nëse është qita Valoj. edhe që kjo është e pakten që e kanë ndalu me hudhë bërlogun këtu. Se për para menoj se këtu ka mujtë me pas edhe ma shumë ujtë. Po. E tash peshini që është, kjo e tash po shkojmë peshohim. Ti thashti që sajde ka njëherë e merë krejt. Jo, ka njëherë jo, po kur bjen shi, se a disa lugu është sajde. Po e di, e pom. Edhe sa asine krejt e fshin të në këtë langun, asine pastrohet krejt, edhe qëtu, do vjen pjesa e une, do piksa e une, qëtu bojnë bashk, edhe krejt e fshin sikur me asine. Baram, gjoj edhe gastaret plastik së më duhet me mbledh, najlon, kërpa, gjithshka, konzerva, gjithshka. Ma zama kesh bukur, unë se di. Që du i ki dhe të këtër tu? Jo, tjetërit është ma nel të nena. Po. Këtu i kam një 3 hektere dishka, migja i ka një 2 hektere, një 4-5 hektere. A më problemin si tonin e kanë gjithë bashkë? Gjithë e kanë, gjithë që ta të mitë. Edhe vlau i Hikmet të Bajramit. Po, sa shpia... Deputetës. Po, sa shpia janë këtu që kanë tokën në gjithë anë? Sa shpia janë? Për shemull, bitemiqës të mi, të në vjen vlaznit e Hikmet të Bajramit. Deputetës, po. Deputetës. 15 shpi, po. Valoj, po. Jo, po, se. Do më thonë të njëjtë problem që. Edhe këta Enver Bajramit edhe atina. Edhe qështu, këtu... Problem bas. Gjendje katastrofike, burri fort, kjo tokë pjellore, nuk e di, kjo tokë pjellore... Tha ma herë që kjo tokë u konë fort pjellore, fort produktive. Unë dash besan, dash mos besan, 4 herë u kusitke. Mrena vitit. Po, se atëherë me thonë të vërtetën, u stërpike se kënena u konë rësh, a kënena u konë tokë pjellore që mjellëshin gronë, repa, kolz, lakne, lule, di qa për dirën, po, lule lakne. Gjitha produktet bëjshore u bëshin, e shkepshin me balon. Po. E tash? Me balon plejnë. E qaj ple, shumë herë, asini kur beke shi, krejt të raske që tu. Unë dash beson, 4 herë u kësit qa. 4 herë. E tash me orë mundësia me lonë tokën tonë batal? Tash o batal, tash veç duhet me kallë. Baram gjalli minë s'ta që kom kallë, tash keni mundësi me po, e ka kallë. Ti këtu këta hulluma që kemi vështu veç për qefit? Dhe të hajnë sorat. Se kuj me asit ju? Qëfare mërë, unë vetë së në hak ta, unë se hak.
Baciale, Una. ma herët kur kem te firma që e ki pas, Po. na tregove që mrena vitit kanë ngorë 2 ose 3 copa lop. Ashtu. Ajo kun garant për shkak se ti Selmimi. çdo i ki morë ushqimin për to. Tokës, mes qësoj toke, po bika qaj longu i deponisë në Betorina. Edhe kjo tokë me shumë gjas mundët me kone kontaminu me krejt. Krejt është duhet mu bo analiza. A mundët më ndodhë se për që ta kanë ngordh? Po unë tash që me thonë unë veterinar nuk jam, Po. Ase mjek i asine, po vetëm për asaj, se lopa, ka herë edhe shkel ke mu... Po për para se me konë deponia në tyst kanë Ja, ngordh lop. kanë ngordh për para, valla jo. Që du i ki një 2-3 hektirë. Po. Edhe 2-3 hektirëve mundet marrë drinori me pas që të që. Midis 2-3 hektirëve që ku kalon ujt Zisi futa. ose longu Zisi i keq futa. i deponisë në Betorina, Farë naftja, dishka si naft është. jeni të po edhe vetë, Po. midis livadhit kalon këtu edhe shkon atje në fshatin Stupe, apo? Stup edhe Bodisals. Stupe edhe Bodisals. Bodisals. Tash, Bacialeti ki tokë nuk e punon mo. Valla, jo në veç mës me lon batalla. Veç mës me Duhet lon me batalla. leveru e ja gjujnë. Qaj ki përdorë çdo përpara, para se mu mirë me blegtëri. Levad. Livad. Më tha që ki përdorë edhe speca përpara. Na i specë mjellë që më na i kom pirë, sa për veti më ushqy. Po. Jo për me asine, po sa për veti me pas dinit. Edhe u bëj ke mirë, sa sekon është fjala deponia. Sa sekon deponia, po. A presjo qel deponia, tash kur gjos... Ska vas, kur gjon Kjo tokë s'është e shfrytzueshme mo. S'është kur gjo iq, se që? Peshivni edhe vetë. Mirë, apo na tregon ti për shembull qa kime ndërmarrë ti masa, se përshuim që je tepër i dëmtum. Po, une masa... A do me pa dit shtetin, a do me pa dit kompanina, a do me vazhdu me hesht që shki hesht dhe i sa da? Du me jo me hesht nuk heshti, kom me vazhdu me pa dit komunën, se unë tatimin komunës pjallaj. Për që tukë? Po, une krejtë edhe pse se shfrytëzon? Edhe përse nuk e shfrytëzoj, unë pjallaj komunës, për rezin. Po. Unë e kam krejtë në katastër, krejtë po. Me parcela me krejtë. Edhe tash une me i pa ditë pa tjetër. Mos më mujtë me shfrytëzu ose duhet mu siguru që baram që ky lang, edhe në qofë se asin në vazhdan kështu, baram qitet në gypa, jo me shku kështu. Më hin gypa. Me hin gypa, dishka me boj fargjidhe, se unë kundre shtetit së në luftaj. Po, normal. Por unë tash... Mi njekin stancat ligjore, duhet njek. Mi njek, ata duhet vetë, pa i shtyun në gjykat. Duhet vetë me orë dhe mu interesu edhe me këqyrë gjenje, që si Ministria e Bujqësi, si Ministria Krajnor, si Prishtinë, si me orë dhe me më drejtu. Bara me thonë që shje ka jeton. Më mënut pakten me gjithë një zgjidhje. Me gjithë një zgjidhje. Ti na tha dhe ma herë që nuk i nevoj për shembull për me punu këtu, me fitua diçka. Jo, s'kom nevoj. Ki nevoj me majt që ato edhe me ushqyën djenjen që ki linë që t'ka tonë edhe i rritë që t'ka tonë. Edhe fëmijam kanë linë këtu, e jenë rritë atje, në Zvicër, por perspektiva është që kom më në tregu, mendoj shë me bo të lifar, biznesi kësha bo të lifaret, se i kom fëmit që ecim për para, me ta unë kom hecim, me ta. Edhe djallja jem ka investu në këtë pasuni, po mendoj i vajza jem. Po normal që familjarisht keni kontribuar. Sigurisht, po. E tash me më shku kjo krejt, këmi më ndim, për një deponit bërlogut, ajo është për shtetë më zëmë keqa. Se kjo, unë mendoj që kjo edhe nesër me u fut në gypa, ja, do në zdi sa vjetë më regeneru toka mas ne. Deri atëherë sa të regenerohet toka, nuk i dija mu në me konë gjallë mas ne. Jo, Allah, s'besoj, se unë 70 tash, 70 vjeqar burë. Unë duroj edhe shumë vjetë, apëten, e po të ndëgjusë dhe vetë. Po i sholla, fëmite mi e bojnë lullat gjenetit, e trashikojnë, e bojnë lullat gjenetit. E po të dhe vetë ju thamë edhe ma në altë, Baciale e kam mbjell këtu, këtë parcel dikon një hektere e kusur. Po, vetëm për... Me kolomëq, veç për mos me lonë. Batal me u prish toka. Batal me u prish toka. Baciale, apo na tregon një mesazh për fund, se na po dojmë me mbyll intervistën,
Po. Unë uraj edhe shpresoj se dikush të pakten nga organet relevante, si nga Komuna Pej, si nga Ministria e Ambientit, që të shekit intervistë tonën edhe të pakten të rakas dikush në derë tonë edhe të mundohen bare me ta kojt hallin edhe me ta zgjedh një zgjidhje. Sepse beshohem që jo vetëm ti, po komplet kjo lagje ka dëmtuar për këtyne parcela, për këtyne mbeturina. A e kini mesazh në fund për ata që të ndjekin? Vallaj, mesazh s'po di çfarë më thon tjetër, veç ju uroj shtetit çdo të mirë, edhe të përkrahin, dhe të këshyrin dhe të bojnë diçka, se kjo është një send që po shifet. Me konë që nuk shifet, okej, aden. Po me njerë se kom fitu, edhe kom qef me shfrytzu për burri fort, ajo në me tje pave shpina tje që me flejtun e me dyrë mbyllën, mos me mujt me qelë deren, mos me mujt me qelë dritaren, edhe shef, tash ma mirën e veç me ik për këtu, tjetër gjësë më kam vetë. Po me ik për këtu, të në dejsa të ndel shpirti, jo. Kur më ndel shpirti, atërë djemë dhe të bojnë qëka të dojnë. Paceli, faleminderit shumë. Ju dhe ju faleminderit shumë, e ju dëshiroj çdo të mirë në jetë, e kalofshim mirë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Dëgjues të nderuar, edhe shikues të nderuar, e pot edhe vet, e ndoshët edhe vet rrëfimin e Bacit Ali rreth problemet me deponinë e mbeturinave këtu në fshatin Lutugllav, që për shkak të kësaj deponie edhe Baci Ali, edhe shumë bashkë fshatarë tina nuk po mundën me shfrytzu tokën e vet, nuk po mundën me shfrytzu pasuninë e vet që e kanë kriju ndër vite, nuk mundën me dalë në bord shtëpis, të pakten me pi një kafe me familjarët e tyre siç duhet. Duhet me flajt me dritarën mbyll, me derën mbyll, sepse era apo aroma e keqe e kundërmimit të që vjen nga deponia e fshatit Lutugllav është e tmerrshme për këta banor. Ndonë se këta janë bojë mund ndaj asaj arome apo ere të keqe që vjen nga ajo deponi, na si shumë aty, me njëherë e një merën e shumë të keqe, edhe na boni Baci Ali, na e mësu bas tha me kitirë, tha që sa vjetë tha e njëjta herë. Si të që tjetë, unë uroj edhe shpresoj që dikush ta sheh këtë intervistë, edhe t'i dalë në ndihmë Bacit Ali, edhe bashkëfshatarëve të Bacit Ali, që t'ja u gjejnë zgjidhjen për këtë problem, sepse është problem shumë i madh për këta banor të fshatit Lutugllav, sepse është tokë shumë pjellore, por që për shkak të longut që del nga deponia nuk po mundën me shfrytzu as tokën e tyre bujqësore. Faleminderit shumë, nga unë Endret Mehmetaj, miru pafshim edhe miru takofshim në intervistat e radhës. Thank you.